këta të Prishtinës se mbajnë një falë qëndrimi kënë se na jena të Prishtinës edhe jena pak ma të rëndësishëm se sa këta qytetarët të qyteteve tjera. Kjo është. Qytetarët e Prishtinës, për shembull, e trajtojnë pak ma ndryshe qytetarët e qyteteve të tjera. S'është e vërtetë, Zemra. Nuk është e vërtetë, sepse... Është e vërtetë, sepse këta të Prishtinës se mbajnë një falë qëndrimi kënë se na jena të Prishtinës edhe jena pak ma të rëndësishëm se sa këta qytetarët të qyteteve tjera. Ajo ekzistoj edhe në Tiranë. Edhe Tirana është e jona, nuk është atyre që... Nuk është një tolerancë dhe nuk është një bashkëjetesë aq e mirë. Ti individualisht dush më koni përgatitur dhe artikulum që më jabu vetës një vend të qaj person. Ose t'jargohat njërë, hiç nuk jem të diskutu këtë pjesë, vetëm të diskutu fenomenin që ekziston. Kjo jo tolerancë, edhe kjo ndasi që e bojnë qytetarët. Prishtinës nuk ka, me thonë ka qytetarë të Prizrenit, mundë pëdë, ose të Bushtrisë. Po si dhe qoftë, ata e konsiderojnë vetën Prishtinës. Jëm rrit me tradita, jëm rrit një pjesë rurale në katon. Amon Prishtinë deri në vitet 70-ta, në tanaun të ju nuk e monin men, ka pos vetëm kualë, edhe me shku jëm rrit në rogov me gjona, me sane, me tradita, e plët gjona tjera, po, realisht e kom pas problem me u ambientu me Prishtinën, po. Sepse jo çdo kush ka më dasht, jo çdo kush ka më kon tolerant ndaj teje. E çfarë thashun? Po tash ta flasën ato deri në fund. Po do kundërshtova se ti dush më kon vetja jote e përgatitur se ki marrë në qytet. Unë po diskutojmë me kon vetja, mos me kon vetja, po diskutoj jo tolerancën duhet ta dini që kjo nuk ekziston vetëm në Shqipëri. Unë edhe foli për vetja, po foli për gjithësi, mos e bëni personale. Në çdo vend të botës ekziston ndasia dhe për mja hiqën e merakun Arioles, se na po bisedojmë, krik po e themi të vërtetën, por do mi të regu diçka shumë rëndësishme. Nëzë situata në të qerin e qëtu dhe flasim. Fladit të pak. Po dhe fladit të pak, po e vërteta është Ariol, se gjatë këtyre viteve të fundit edhe në shkru libra e kundër Drenicës, edhe është fol me racizmin më të madh kundër Drenicakëve, që këta Drenicak, që këta kështu, që katunart, pastaj kanë kalu te katunart. Këto gjona janë gjithkohë, jo vetëm të na. Edhe në pjesa rurale që është në atë kohë, po flasë që konë mentaliteti shumë down, ka fol, jo mërë më sërrej me ata se janë kështu, jo më sërrej me ata se janë të këtu është pjesa tolerancës. Do më thonë, edhe në komente, nëse ti vazhdojnë më merë me komente, ti kemi kanë shumë rapa, nëse vazhdojnë më merë me kërcnimet që kanë me të bo njerës, ti kemi kanë shumë rapa, po pa dyshim që ki edhe dokumente që nashta kanë me drejt, ndaj teje për shumë, ku ki komente të tilla, ti duhesh fakt me përdorë dhe logjiken, a ka që ti mu përmisu si person, apo me ndru si person.